ajo që unë shoh edhe që më shqetëson realisht, domethënë, ka të bëjë me sulmet përkundrejt institucioneve të drejtësisë. Edhe sulme që janë sulme politike, të mirëfillta. Dhe që nënvizoheshin edhe në raport. Edhe që nënvizoheshin edhe në raport. Natyrisht, unë e kam thënë dhe do vazhdoj ta përsëris. Unë nuk gjej arsye për të sulmuar drejt për drejt një prokuror apo një gjykatës, siç e shihni qartësisht që ndodh në derën e atyre institucioneve atje. Ashtu siç kam hequr dorë nga komentimi i çështjeve që janë në proces hetimor apo në proces gjyqësor. Edhe që mendoj që duhet ta bëj çdo politikan. E vërtetë. Por politikanët sidomos, çdo politikan thash, qytetari mund të thotë çfarë të dojë, është i lirë në atë që thotë, por politikanët duhet ta ketë të ndaluar sulmin përkundrejt prokurorit edhe përkundrejt gjyqtarit. Për më tepër, kur kemi qenë të gjithë bashkë që kemi votuar pikërisht atë pushtet që ata kanë sot në ushtrim të detyrës apo të funksionit të tyre. Por ama, kjo nuk më ndalon që të them që janë disa element shumë të rëndësishëm kushtetues që duhet zhvillohen paralelisht. E para mbi të gjitha, parimi i prezumimit të pafajësisë është parim kushtetues. Në qoftë se çdojmë në atë pikë kemi çduar në raport me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dhe i lidhëm ngushtë me të parimi i barazisë së palëve para ligjit apo i barazisë së palëve në një proces penal, administrativ, çfarë do që të jetë ai, është shumë i rëndësishëm dhe është themelor në këtë aspekt. Dhe në fund fare, ka edhe një element tjetër që lidhet me dy të parët, që është rregullshmëria e proceseve, qofshin këto hetimore, qofshin edhe gjyqësore. Pra janë tre elementë shumë të rëndësishëm kushtetues që kanë të bëjnë drejt për drejt me liritë dhe të drejtat e njeriut. Ne kemi vuajtur pafund në këtë aspektin e lirive dhe drejtave të njeriut dhe tani që kemi një sistem drejtësie apo kemi trupa brenda sistemit drejtësisë që kanë fituar pavarësi totale nga politika. Dhe këtë duhet ta themi, kjo është evidente. Totale? Totale. Dhe herë është dyshimi totale jo, nga ju po. Unë po flas gjithmonë për pushtetin Sokol. Që se the politika, prandaj. Po për opozitën nuk marr përsipër të them absolutisht asgjë, sepse se di një parti politike që ka influencë në pushtetin gjyqësor, nuk e dinë se mund të quhet opozita apo jo. Kjo është tjetër gjë pastaj. Këtu janë ato institucionet e qeverisjes së drejtësisë që duhet marrin distancën e plotë, siç e kanë marrë nga ne. Që i keni zgjedhur ju dhe që vazhdojnë të kenë gjumë. Jo. Se i lëdon, kush e voton? Jo, nuk zgjidhen nga ne. Kë? I lëdon. Inspektoriatin e lartë të drejtësisë? Jo, s'ka me inspektoriat. Kemi KLG, KLP. Është inspektori i lartë i drejtësisë, po atë e kemi votuar ne. Ndërkohë, organet e qeverisjes... A keni votuar ju? Po, e kemi votuar ne. Por organet e qeverisjes së drejtësisë, domethënë qoftë prokurorisë, qoftë gjykatës janë zgjedhur në mënyra të ndryshme. Patjetër, po burimi prapë ka qenë vullneti politik i shumicës tuaj. Jo. Ka qenë vullneti politik i shumicës sonë që ne të kemi institucione të tilla drejtësie. Por thash, ne mbajmë përgjegjësi për pjesën tonë, shumë qartë. Sa kohë që ne kemi marrë një distancë shumë të qartë nga institucionet e drejtësisë, kjo duhet ndodhë me të gjithë. Në qoftë se atje ka një parti politike që nuk e pranon këtë lloj distance dhe nuk e vendos këtë lloj distance, duhet që institucionet e drejtësisë të mbajnë larg çdo parti politike dhe çdo forcë politike, madje të mbajnë qëndrim kur në emër të tyre flasin forca politike. Se ka pasur të raste të tilla apo? Po është njëri atje në parlament që thot ju po sulmoni se ne drejtësia, se ne kështu. Unë e dëgjoj vazhdimisht edhe vërtet derisa i del ai zëri curi liholl në fund fare. Tash çat them unë. Është evidente, shikoni atje që flet edhe në emër të ndërkombëtarëve, flet edhe në emër të institucioneve drejtësisë, do arrestohet ky, do kapet ai, do bëhet ky etj merat. Edhe këtyre, edhe kësaj logjike duhet i vendoset fre. Duke që diçka ka ndryshuar, po të shikojmë, se duhet të shikojmë si do funksionojë në afat gjatë. Megjithatë ju e pranoni që diçka nuk e keni bërë si duhet në reformë. Tani, gjithmonë kur bën një punë ka edhe element që mund mos jenë të duhurit. Por ama në momentin që unë kam hequr dorë nga qeverisja e drejtësisë dhe e kam deleguar në mënyrë të plotë në institucione të vetë drejtësisë, është përgjegjësia e tyre për të qeverisur institucionet e drejtësisë, jo jona. Dhe nëse nuk funksionon, çfarë ndodh? Ndërhyet. Po nëse ndërhyet, ama Brukseli është i vëmendshëm. Pra
midis Qiellës dhe Karibës kjo situatë? Po patjetër, po unë vazhdoj të besoj ke vetë rregullimi i tyre. Po për sa kohë? Sepse po flasim, ky është viti 10, Erion, në Korrik bëhen 10 vjet E dëgjova dhe në editorialin tuaj. Viti 10, po 5 vite ikën duke miratuar bazën ligjore që erdhi pas ndryshimeve kushtetuese. Po, nga 20.000 kopje ditën 0, sot keni arrin 200.000 dosje të pasgjera. Ky është një problem tjetër shumë i madh. Se deri tani folëm për ato institucione të reja të drejtësisë që nuk kanë ekzistuar më përpara apo u krijuan nga fillimi, siç është SPAK-u, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e kështu me radhë. Ndërkohë që në anën tjetër, këtu ka një problem. Që këtu flasim për qytetarët pastaj. Ikim nga ai 2% që 3% që doshin vetë SPAK-ut, por këtu dalim te qytetarët. Drejt për drejt në atë vlerësimin që ju përthollet pak më përpara, që ka të bëjë drejt për drejt me vlerësimin që qytetarët i bëjnë sistemit të drejtësisë. Dhe këtu flasim për prokurori dhe gjykata të jurisdiksionit përgjithshëm, që duhet i japin një zgjidhje shumë të qartë malit me dosje që është krijuar atje. Për t'i dhënë drejtësi qytetarëve në çdo aspekt, qoftë penal, qoftë edhe administrativ. Ndërkohë sot Toni Gogu dha një shifër, që nuk e di sa e vërtetë është, ka pasur 8.000 akuza, 8.000 letra anonime dhe publike të opozitës kundër procesit të integrimit. Tani, me thënë vërtetën, dhe ju nuk keni qenë engjur kur keni qenë në opozit, këtu ju përmendet shpesh ai rasti lapidar i 3 ligjeve të famshme të integrimit që u mblodh kuvendi atëherë në seancën e emergjencës qershor 2013-s, dhe i miratoi. Po që ndërkohë sipas Berisha atëherë i kishte bllokuar Edi Rama, sekretar i opozitës. Pastaj u akuzua Ditmir Pushati shpeshherë që çonte emailë kur ishte në opozitë. Por ka diçka të vërtetë në këtë akuzë të Toni Gogut, e cila kaloi pak shumë but, po 8.000. Unë kam kohë që se kam fare në vëmendje opozitën. Në ç'kuptim? Po s'kam punë me të, ata kanë punën e tyre, unë kam punën time. Shumë e thjeshtë gjëja. Nuk më vjen asnjë gjë e re prandaj, kështu që s'jam i prirur fare të dëgjoj andej, nuk dëgjoj fare. Po kjo është opozita që keni përballë. Po kur s'm ndikon fare, s'm krijon asnjë lloj impakti, pse duhet ta dëgjoj? Është njësoj si me pa i ndeshje që është e mërzitshme për te, për shembull fjala bie unë ndeshjet e Arsenalit si shoh asnjëherë se janë të mërzitshme. Me thjesht fare, më mirë preferoj një që bën spektakël aty matan edhe humb, se sa... Vora me Egnatian, për shumë. Se sa, si? Vora me Egnatian, për shumë. Jo, këto si shofën fare. Kampionatit shqiptar shof Partizanën edhe deri këtu, nuk... Edhe Tiranën her pas here, pranoj edhe këtë. Tiranën po, e shikoj sepse kam ndjekur, ose kam parë që kishte një plan për ta zhduk fare edhe Tiranë nga Superliga, po e ndoqja në këtë merak edhe për shkak të shumë njerëzve që më shkruanin që pse s'flet dhe për këtë, shiko çfarë padrejtësie po i bëjnë e kështu me radhë. Mirë, rëndësi ka që dy ekipet kryesore të futbollit. Nuk kanë lidhje me opozitën. Nuk kanë lidhje me opozitën, dhe më mirë është të futbollit të larg politikës. Flasim pak për atë që thatë, unë kam detyrën. Cila është detyra jote sot? Detyra ime është bëj deputetin. Je deputet ndërkohë që të shoh për ditën e Tiranë. Që jam deputet. Po ti je deputet, duhet të ishe sot votoje, ti duhet të ishe të votoje tani në këto momente këtë kompromisin e ri për rregullore. Po jo, unë apo pazar, çfarë? Jo, unë edhe në grup e votova kundër atë gjë. Pse? Që pavarësisht e votoj vetëm, po rëndësi ka. E rëndësishme është që të ndihesh mirë me veten. Përse e votove kundër? Do shkojmë këtu apo tek puna që unë bëj? Dalim tek aty. Okej. E di që me po pret, po do dalim dhe aty po. Shiko, unë, domethënë, kam një gjë vathën vesh nga Gramoz Rruçi, me cilin kam darë 30 vite jetë në Kuvendin e Republikës Shqipërisë. E që ka të bëjë me faktin që nuk do jemi gjithë jetën në pushtet, po do jemi dhe në opozit, po prapë. Në base unë jo më, po të tjerë deputet, partia vetë mund të dalin në opozit e kështu me radhë. Dhe në rast se mendojmë që do shkojmë në opozit, duhet mendojmë edhe tjetër gjë, domethënë që mos i bëj tjetërit sot atë që nuk do që ai të ta bëj nesër. Kështu që në këtë kontekst... Ju mendoni që projekt rregullore e re është shtrënguese e opozitës? Jo. Apo lirohet më shumë se sa duhet? Jo. Unë mendoj që rregulloria e re përqendron disa instrumenta në duart të një komisioni, që janë instrumenta kushtetues të kontrollit parlamentar që i ka çdo deputet i Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Nuk i ka një komision.
po i ka çdo deputet. Dhe thënë këtë, po patjetër që nuk më erdhi mirë për disa ndryshime që janë bërë rregullore. Fjala bie, kur 1/4 e komisioneve anëtarëve të komisionit kërkojnë që të zhvillohet një seancë dëgjimore, kufizimi që vetëm për çështje legjislative, mua që jam Komisioni Ekonomisë dhe Financave më nxjerr jashtë mundësisë për të thritur fjala bie Bankën e Shqipërisë për mënyrën se si funksionon tregu bankar, apo një treg që ka qenë në vëmendje të gjithëve, siç është tregu i mikrokredisë. Apo më le jashtë mundësisë që të thras në seancë dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave AMF-n. Pse me këtë rregullon e re këta nuk mundi të thrasësh më, këta dalin vetëm seancë penale? Tani, në momentin që ti thua që seanca dëgjimore në komision mund t'i kërkojë 1/4 për çështje legjislative ose legjislacioni etj. Çështje që kanë të bëjnë me funksionimin e tregut, për mua, në gjykimin tim dhe ja u thash edhe grupit sot, kryetarit grupit dhe gjithë grupit që ishte sot atje, praktikisht mua më hohet një drejtë e tillë. Iku kjo. E dyta, ka një problem që besoj dhe ju e keni ndjekur, që ko pas kohë në ditën e ende, unë çojmë atje dhe kërkoj apo ngresh shqetësimin që nuk përgjigjen institucionet për kërkesat për marrje informacioni. Dhe natyrisht ky është një problem shumë i madh. Po mirë, rregullore e re duket sikur e zgjidh të. Po çfarë zgjidh Sokol? Sigur detyron drejtues institucioneve, për ndryshe ose që biten ose shkarkohen. Jo, një sekond. I jep 15 ditë kohë institucionet të më kthejnë një përgjigje. Ka institucione që atë informacion që unë kërkoje